E ka mbyllur me fitore serinë e ndeshjeve miqësore në Sloveni ekipi vllaznis. Në takimin e luajtur ndaj ekipit Al Sharahnia të Katarit, ekipi shkodran ka fituar me rezultatin 2-1. Të dy golet për ekipin Kuçeblu janë shënuar në pjesën e dytë dhe autorët e tyre ka qenë Kiri dhe Ahmeti. Pjesa e parë është mbyllur me rezultatin 1-0 për skuadrën nga Katari. Në minutat e para të pjesës së dytë ka barazuar shifrat Fation Kiri për vllaznin, ndërsa pak minutave më vonë ka qenë kosovari Berat Ahmeti, që ka shënuar edhe golin e dytë njëkohësisht të fitores për ekipin Kuçeblu. Në këtë mënyrë, shkodranët e kanë mbyllur fazën përgatitore në Dravograd me 4 ndeshje miqësore të luajtura, nga të cilat kanë fituar 3 dhe kanë barazuar vetëm 1. Fitoret e tyre kanë arritur ndaj ekipit Dravograd me rezultatin 4-2 dhe ndaj Al Sharahnia me rezultatin 2-1, ndërsa kanë barazuar 2-2 me slovenët e promotim. Pas përfundimit të takimit, ekipi vllaznisë është nisur ndaj Shkodrës duke dhënë fund stërvitjes 12 ditore në Sloveni, e cila është zhvilluar në kushte shumë të mira, ndoshta si asnjëherë tjetër këto vite të fundit.